Ebu Abdurrahman Abdullah ibn Omer ibn Hatab transmeton se e ka dëgjuar të dërguarin e Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të thotë: 3 persona nga gjeneratat para jush u nisën për ujë. Nata i zuri para një shpellë në të cilën hyn për t'u strehuar. Mirëpo një shkëmb rrokullis nga mali dhe e mbylli plotësisht hyrjen e shpellës. Ata thanë: nga ky shkëmb mund të shpëtoj vetëm nëse e lusim Allahun e madhëruar, që ta largojë atë për hir të veprave tona të mira. Njëri prej tyre e mori fjalën i pari dhe tha: O Zoti im, unë kisha prindër të moshuar e të thinjur dhe para tyre nuk u kam lënë asnjëherë të hanë e të pinë as fëmijëve të mi e as shërptorve. Një ditë u largova nga shtëpia në kërkim të kullosës më të mirë për baktitë e mia. Për këtë arsye nuk erdha dot para se ata të flinin. E mola qumshtin në enë dhe u asolla, por i gjitha në gjumë. Ashtu siç më erdhi keq t'i zgjoj, nuk më duk as e përshtatshme që të ushqej familjen dhe shërptorët para tyre. Prandaj kam pritur me enë në dorë deri në agim, kur ata u zgjuan. Fëmijët qanin nga uria te këmbët e mia, por unë ju dhash qumësht vetëm pasi prindrit janë zgjuar dhe kanë pirë qumshtit që u kisha sjell. O Zoti im, nëse e kam bërë vetëm për ty e për askënd tjetër, atëherë largoje këtë shkëmb nga hyrja e kësaj shpellë në të cilën gjendemi. Shkëmbi lëvizi pak, por jo dhe aq sa të mund të dilnin. I dyti tha: O Zoti im, kam pasur një kushërir të afërt, të cilën e kam dashur më shumë se tërë botën. Sipas një transmetimi tjetër, e kam dashur siç i duan burrat gratë, andaj kërkova prej saj siç kërkojnë burrat prej grave të tyre, por ajo nuk më lejoi. Një vit ka plojësia bukës. Kushërira e dashur me erdhi dhe unë i dhash 120 dinar monella ari që të vetmohet me mua. Ajo pranoi. Po kur erdhi koha të vetmohem me të, sipas një transmetimi tjetër, kur e përqafova ashtu siç e përqafon burri gruan, ajo duke qarë më tha: friksoju Allahut dhe mos ma merr virgjërin pa të drejtë. Atëherë u largova prej saj, duke e kursyer nga akti i turpshëm, dhe pse e doja më tepër se çdo kënd tjetër. E lirova nga kjo barë dhe nuk ja mora mrapsht as parat që i dhash. O Zoti im, nëse këtë e kam bërë vetëm për të fituar kënaqësinë tënde, na e largo këtë vështirësi në të cilën jemi. Shkëmbi lëvizje dhe pak nga hyrja e shpellës, por jo dhe aq sa të mund të dilej prej saj. I treti tha: O Zoti im, kam pasur shumë punëtor me rrogë dhe të gjithëve u kam paguar me njëherë paratë e merituara, përveç njërit që u largua para se të merrte rrogën. Më vonë, paratë e tij i kam shfrytëzuar dhe pasuria e tij u shumë fishua. Një ditë, ky person erdhi e më tha: O robi i Zotit, më jep paratë që nuk mi ke dhënë. Unë i thash: të gjitha këto dele, lopë, deve dhe robër që she, janë në sajt të parave të tua që janë shtuar. A i tha: O robi i Zotit, mos u tallë me mua. Atëherë unë i thash: nuk po tallem me ty. Pastaj ai e mori tërë mallin dhe iku pa lënë asgjë pas. O Zoti im, nëse këtë e kam bërë vetëm për ty, atëherë largoje këtë shkëmb nga hyrja e shpellës. Shkëmbi u rrokullis dhe udhëtarët dolën e vazhduan rrugën. Mësimet që nxjerrim prej hadithit. Prindërit duhet të zgjohen dhe të respektohen më shumë se kushdo tjetër. Pas Allahut dhe të dërguarit të tij, paqja e Zotit qoftë mbi të, prindrit duhet të jenë në radhë të parë ndër të gjithë të dashurit. Braktisja e dëshirave të egos vetëm prej frikës së Allahut dhe dëshirës për të fituar kënaqësinë e Allahut, edhe pse janë të gjitha mundësitë për t'i arritur ato dëshira,
e bën njeriu me virtyte të larta. Ndershmëria, mirëkuptimi dhe sakrifica që tregohen në marrëdhëniet me njerëzit janë vepra të mira që e kënaqin Allahun e Madhëruar. Allahu i Madhëruar nuk e humb asnjë punë të mirë, por e vlerëson atë kur të vijë koha e duhur. Njeriu do të shpërblehet në të dyja botët për sinqeritetin dhe qëllimin e mirë.